Kalimit ilegal në Bit Pazar si duket po I vje fundi. Kreu I qytetit të Shkupit Orse Gjeorgjevski duke ju përgjigjur gazetarëve tha se bashkëpunimi ndërinstitucional me komunën e Çajirit ka përfunduar dhe se brenda pak ditësh do të fillojë heqja e objekteve ilegale, pas çka do të pasojë edhe mbyllja e kalimit ilegal. Gjeorgjevski u shpreh kategorik dhe tha se ai vendkalim do të mbyllet edhe pse një grup qytetarësh kanë kërkuar legalizimin e tij. Para një jave përfunduan bashkëpunimin institucional me komunën e Çajirit dhe ditëve në vijim do të filloj me heqjen objekteve ilegale në atë lokacion. E kam thënë se është proces që do të vijojë në mënyrë paralele, do të hiqen të gjitha objektet ilegale që ndodhen aty dhe më pastaj do të mbyllet edhe kalimi ilegal. Kishte kërkesë nga një grup qytetarë që kalimin ta legalizojmë, por jemi kategorik në atë se I njëjti duhet të mbyllet edhe për siguritë të kalimtarëve, por edhe për siguritë të shoferëve. Tentimet për mbylljen e kalimit ilegal në Bit Pazar kanë filluar nga koha kur në krye të qytetit ishte Petre Shilegov. Kërkesat e qytetarëve për mbyllje janë si rezultat I numrit të madh të viktimave nga aksidentet në këtë pikë për shkak të mungesës së sinjalizimit të nevojshëm.